diçka. Kjo bazë, me gjithë se në tokë të huaj, është e jona. Ne jemi këtu si në brigjet e Volgës, të detit zi si në stepat tona. Dhe bazën nuk duhet ta lëshojmë deri në vdekje. Kjo bazë u krijua për mbrojtjen e kampit socialist, për mbrojtjen e komunizmit. Por ju e dini se Bashkimi Sovjetik e tradhtoi komunizmin. Pra ne jemi këtu krah për krah, jo me ushtar miq, por me ushtar armiq. Partia dhe shoku Enverna e besuan ne detyrën e madhe të mbrojtjes bazës. Sovjetikët mund përpiqen për pushtimin e bazës, por ata mund ta bëjnë këtë vetëm po të shkelin mbi trupat tona. Këtu gjendja është e rëndë, edhe mund të rëndohet edhe më. Ju jeni ata që atë u caktoi si herojet kësaj baze 1000 vjeçare. Ajo është pjesë e Shqipërisë dhe do të mbetet e tillë në jetë të jetëve.